Territori i Kosovës për datën 19 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e motit relativisht të qëndrueshëm me vranësira dhe intervale me diell, ndërsa në disa zona perëndimore priten reshje. Paraditja do të jetë e ftohtë me mjegull në disa zona, ndërsa pasditja sjell kthjellime të pjeshme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 12 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:20 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 0 deri në 10 gradë Celsius, Podujev -2 deri në 10 gradë Celsius, Skënderaj -1 deri në 10 gradë Celsius, Pej -1 deri në 7 gradë Celsius, Prishtinë 0 deri në 10 gradë Celsius, Gjakov 0 deri në 11 gradë Celsius, Malishev 0 deri në 11 gradë Celsius, Gjilan -2 deri në 11 gradë Celsius, Perizaj 0 deri në 12 gradë Celsius, Kaçanik 0 deri në 8 gradë Celsius, Suharek 2 deri në 12 gradë Celsius, Prizren 0 deri në 11 gradë Celsius.